A mund ta imagjinoni në vitin 2028, 11 të paktën 11 prokurorëve të posaçëm ju mbaron mandati brenda një viti. 11 prokurorë të posaçëm. Nuk kemi aq shumë burime njerëzore sa t'i zëvendësojmë këta prokurorë. 11 prokurorë në një vit. Është e pamundur. Kreu i Prokurorisë së Posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar, Altin Dumani doli para Komisionit të Ligjeve në një deklaratë të fortë. Ai nuk do të rikandidoj pas përfundimit të mandatit të tij 9-vjeçar, por më e rëndësishmja se vendim personal ishte mesazhi institucional që ai përcolli, një paralajmërim për bëshllëkun që mund të godas vetë strukturën në vitin 2028, kur 11 prokurorëve të SPAK-ut u përfundon mandati brenda të njëjtit vit. Ju siguroj që në përfundim mandatit 9-vjeçar nuk do rikandidoj. Për prokuror është zgjedhja ime, kam bërë këtë marrëveshje me mua që kur kam me veten time që kur kam hyrë në këtë, kur kam aplikuar për qenë prokuror i posaçëm, por unë flas në emër të institucionit. Kushdo nga prokurorët e SPAK duhet të ketë të drejtë rikandidimi, ndaj parlamenti duhet të ndërhyjë për të ndryshuar ligjin përkatës. Në dhjetor të 2025-s, Altin Dumani i liroi vendin një emri tjetër si drejtues i SPAK, por epoka Dumani do të mbetet në histori si një epokë ndëshkimit të madh ndaj krimit të organizuar dhe korrupsionit të nivelit të lartë. Dumani ngriti alarmin se reforma në drejtësi e cila synoi pavarësinë dhe profesionalizmin e sistemit mund të përballet me pasojat e vetvetes nëse nuk ndryshohet ligji që ndalon rikandidimin. Në një vit, këta prokuror kanë çështje që ndjekin me vite të tëra. Dhe një moment të bukur ti thua, mandati yt mbaroi, s'ke punë me çështjen, sa dy prokurori tjetër ta ambientohet me çështjen etj dhe cënohen hetimet. A mund të imagjinoni boshllëkun që krijohet në një vit të vetëm mbaron mandati 11 prokurorëve? Tha ai duke shtuar se zëvendësimi i një trupe të tillë është praktikisht i pamundur në një vend me burime të kufizuar njerëzore. Unë flas në emër të institucionit, jo për interes personal, u shpreh Dumani, duke kujtuar se vetë nuk do të kandidoj zgjatje apo rinovim për mandatin. Por ai theksoi se duhet ndarë në dy koncepte, e drejta për të rikandiduar dhe zgjatja automatike e mandatit. Nëse një prokuror i posaçëm dëshiron të rikandidojë dhe kalon sërish filtrat e vlerësimit, nuk ka arsye pse të përjashtohet kjo, është thelbi i propozimit. Deklarata e Dumanit është gjithashtu një test për klasën politike shqiptare. Nëse parlamenti zgjedh të injorojë këtë paralajmërim, rrezikon që SPAK, institucioni që shumëkënd përfaqëson zemrën e reformës në drejtësi, të përballet me një paralizë funksionale pikërisht në momentin kur po jep rezultatet e para të prekshme në hetime ndaj zyrtarëve të lartë. Nga ana tjetër, çdo ndërhyrje ligjore për të lejuar rikandidimin do të kërkojë kujdes të madh për të shmangur perceptimin e ndërhyrjes politike në mandatin e prokurorëve të posaçëm. Balanca midis pavarësisë dhe vazhdimësisë është e brisht, por e domosdoshme. Një debat që do të përcaktoj të ardhmen e SPAK-ut. Çështja që ngre Dumani shkon përtej mandatit të tij personal. A do të lejojë politika shqiptare që SPAK të mbetet në një institucion i përkohshëm, apo do të garantojë që ai të evolojë në një strukturë të qëndrueshme, të pavarur dhe profesionale? Inkurajoj dhe nxis secilin prej jush që gjithë së bashku, duke punuar në grup, si një skuadër e vetme, të demonstrojmë se jemi të aftë, procedojmë penalisht çdo shkelës ligji pavarësisht pozitës së tij. Në vitin 2028 shumë kush do të gjykojë suksesin apo dështimin e reformës në drejtësi, jo nga numri i arrestimeve, por nga aftësia e institucioneve për të ruajtur vetveten dhe boshllëqet që vetë ligjet aktuale mund të krijojnë. Prokurorët e SPAK rrezikojnë jetën nga hedhja në rrugë prej shtetit. Prokurorët e SPAK kanë firmosur arrestime të grupeve mafioze, strukturave kriminale, politikanëve të lartë. Ato kanë qenë në ballë të luftës për vendosjen e shtetit ligjor. Puna e tyre ka nxitur Bashkimin Evropian të ofrojë bisedimet për kapitull, por nëse kjo tru prokurorësh hidhet në rrugë prej shtetit, atëherë askush prej tyre nuk do të rrezikojë veten edhe familjen e tij, kur e din se në një moment do të braktisë nga shteti. Ndaj parlamentit duhet ta ndryshojë ligjin dhe duhet t'u japë të drejtë rikandidimi prokurorëve të SPAK.